Shekh, si duhet me ra në sejdë? A shkohet më së pari durt e pastaj gjujt, apo një herë gjujt e pastaj durt? Cila është më e sakta? Pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, në një hadith të vërtetë, ka thënë që mos të bjerë dikush në sejdë në atë mënyrë siç bjen deveja, Por ka thënë le t'i çet duart përpara, pastaj këmbët. Devja çysh bjen në kur buruk el-ba'ir, thot buruk el-ba'ir është thot që deveja kur të ulet, së pari e ul pjesën e parme, pastaj pjesën e prapme. E të devet, edhe të gjitha kafshët që ka 4 kom, komt i kanë përpara, durt i kanë mrapa. E shikoni për shembull këmbën, te na për shembull kemi lop, kemi dele. Shikoni delet edhe lopët, çysh dy komt e para thehen në këtë mënyrë. Do të siç thehet gjuni, çysh thehet gjuni në këtë mënyrë. Çysh thehet gjuni në këtë mënyrë thehen, do të thotë sikur çysh palohet gjuni, çashtu palohen kom përpara. E kom mrapa palohen çysh palohet dora, bryli. E për këtë ka në hadith të Bukhariu, se sahabit e pejgamberit kanë thënë fa barakna, edhe jemi hudh në gjunjë, edhe ka përdor këtë shprehje. Prandaj, forma e rënjes në sejdë është të qiten së pari duart, pastaj këmbët dhe të mos veprohet ashtu siç bën deveja, që i çet së pari këmbët, pastaj i çet duart.